Bismillah. Përshëndetje, nga kuzhina e Erit, sot kam vendosur të përgatitem mantija shumë të shishme, të shpejta përgatitje dhe të veçanta që ja vlen të provoni. Krejt që ka ju nevojitë mas pari janë, i kom marrë pra që të qesh për shepni 600 gram me mish të bluar, i kom ka verdis me 3 qep, një lugë të gjellës jo plot veget, një lugë të qajt biber të zi, vaj edhe mishi është koti. Për përgatitjen e brumit na nevojiten 600 gram miell, 350 ml ujë të ngrohtë, një lugë të mesme me peciu për ndryshe pluhur për pjekje, gjys lugë të gjellës me krep edhe pak vaj. Ja qes pecive pra se për përmendi sepse bëhen shumë të shkripta që ja vlen të provoni. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek mielli hedhim pluhurin për pjekje, pra për ndryshe peciven, kripen, shtojna 350 ml ujë të ngrohtë, pak vaj, edhe e përzina brumin, fermi lypetat 200 gram gjallë për ndryshe buter të shkryer. Brumin e kam përzi me mikser, tash të mbi dros të kuzhinës, kum qit pra pak miell, ku edhe e ngjeshim brumin. Brumin pra e përzini me mikser një 5-6 minuta, hiq ma shumë, e ngjeshim pak me duar, një brum elastik, një brum i but, perfekt për ndryshe. E ndojna me një herë brumin në 4 kuleq. Nëse jeni antar më shumë të familjes, normal që dyfishoni mosën e brumit, ashtë ju e dini sa antar jeni. Veç dyfishoni pra mosat e brumit. I rrugullisim si gjithmonë në miell. Ja dhojna format rrumbullake. 3 kuleq të qesim ona shilojna pra. Edhe bismillah morëm thollusën ku edhe e thollojna kulaqin e parë. Me njëherë pra palon me përshu s'kone thollojna ashtu petën e madhe. E kemi thollu edhe petën shtu të madhe, si që e shifni, tash marrim gjalpen edhe lyna petën krejt. Qështu që tha unë që të lagët në pete pra, ja bojna. Edhe se kurse baklavën e 4 kuleq, tash i morrim qushet. E palosim. Prap qesim gjalp. E morrim edhe anën tjetër. Gjalp edhe e palosim pra petën kështu. E lajna tash onash edhe 4 kuleq si kurse kulaqin e parë të thollojna, edhe lyna me gjalp. I kemi palos të 4 kuleq, tash pa i lanë heq me përshu s'kene nervoj, ja fillojna me njerë, deri sa i kemi palosër të 4 kuleq, tash ti pa i lanë fare pra me përshu, ja fillojna
prej kolaçit të parë me një herë, sepse ka pushu I parë ballë, dytit mandej krejt në fund, prap me të holluse e të hollojna pra kolaçin që e kemi ly me gjalp. Nuk ka nevojë me lanë pra as njënin kolaç me pushu. Ma të shpejta, ma të lehta nuk ka veç s'di çka më thonë më shumë. Sidomos për motrat fillestare që janë të reja në kuzhinë, edhe për që tonë thaqet zor, ma s'di çka më thonë. Të hollojna mirë pra kolaçin e të holluse. Kur të hollojna pra kolaçin tash nuk përdorim miell, veç të hollojna mirë. Në zgjatë pra pejten, tash të bismillah, marrim edhe mishin. Mishin ja qesim në të dy andë, edhe pse është I nxehtë pak nuk ka dert. Kështu pra e qesim në të dy andë. Tepsin e kom ly me gjallë për ndryshe bëter, ose lyni me vaj, s'ka lidhe me cilën doni. E bojna në dy andë pështjellën e petave edhe e rënditim në tepsi pra, derisa ti përfundojna 4 kulesht. Mandia të mbushura plot mish, kështu pra I thojnë mandia. Jo kur blejna, sidomos Kosovë, ka rastin 100 herë, jo një herë, blen mandia edhe mërtyp veç brum. S'po tham që pa brum për graditën e sto, por për çka quhen mandia? Me mish, për me qenë edhe mishi. Jo mish një fije, brum 10 fije. S'kanë thonë kot, se dora jote nuk të krun kërkush, pra nuk të kënaq. I mbush që shdon, si pas dëshires. E morëm tash të thiken, bismillah, edhe e prejna në mes. Tepsin pra kemi ly në gjalp edhe e renditim to petat që kemi mbush. E renditim pra shpeshefni petën e parë, tash dytën e kështu me radhë të 4 kuleqt e mbushim me mish në të dy andë. Edhe petën e fundit e renditim në tepsi. Furrën e kom shu më nxe temperaturë 190 gradë ose 200 gradë pjekni. Pasi që të lyna pra përmi me boterin ose gjalpen që na ka mbetur, edhe e bojna brerjen, kështu duken pra. Tepsi kemi rendit, tash I lyna përmi me boter. Bismillah. Basi I kena ly përmi me boter, tash të pra e bojna edhe brerjen në këtë mënyrë, shpejt, as keni nervoj ju motra që po thoni kur nuk na pështjellë mandia dyqysh mirë. S'keni nervoj me pështjellë veç e prejni kështu, edhe me një herë e fusim tepsin në furrën e nxehur në temperaturë 190 gradë.
E kemi bë pra, edhe prerjen tash me njëherë, fusim tepsin pra në furrën e nxehur. I kemi hek edhe mantijat prej furrës, i kom pjek pra në temperaturë 190 gradë për 35 minuta. Tash e marrë veç një copë kështu me gjalp edhe i ly veç pak kështu për mi, të nxehta, me njerë për mas i hekum prej furrës, i lyna veç me gjalp ka pak për mi. Dalin perfekte, dalin shumë të shishme, të rreshkta edhe të mbushura me mish. Kështu që motra fillestare, nëse i provani, ju lumshin duart, e ju befshin mirë, faleminderit për përkrajnë që ma beni, komentet e bukra e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit. Ju them, miru pofshim!